again guys. Atëherë ditën e sotme do bëjmë shpjegimin e idiomës që ne diskutuam në videon paraardhëse. Idioma ishte It's raining cats and dogs. Unë në videon më përpara thash që nuk ka të bëjë në kuptim, pra nëse ne mundohemi ta përkthejmë në mënyrë të drejtë për drejtë fjalë për fjalë, nuk ka të bëjë fare me kafshët që përmenden. It's raining cats and dogs, pra cats and dogs. Në këtë rast, origjina e kësaj idiome, le të themi, ose kur është përdorur për të parë ka qenë Anglia. Duke qenë se ne të gjithë e dimë se si është motja atje, më përpara, sistemet e kullimit nuk ishin funksionale. Dhe anglezët në një mënyrë sarkastike thonin që nga shqirat e mëdhenj thonin që po bie pra qenë dhe mace, sepse shqirat rrëmbenin ose merrnin me vete qenë dhe macet e ngordura në rrugë. Kjo ka qenë, le të themi, përdorimi i parë dhe mënyra se si u formua kjo lloj idiome. Pra, përkthimi është që po bie një shi i furishëm. Si mund ta përdorim në një fjali? It's raining cats and dogs, so don't forget your umbrella. Pra, po bie një shi shumë i madh ose po bie shi i rrëmbyeshëm, mos harroni çadrën, pra ta merrni me vete. Kjo është dhe kuptimi, le të themi, ose mënyra e përdorimit që ne mund ta përdorim në ditët të dimrit kur bie shi dhe mund të themi, nuk mund të themi it's raining heavily, but we can say it's raining cats and dogs. Pra, le të bëjmë advanced vocabulary.